Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të flasim për frutin e një peme shumë të dashur për njerëzit, shumë të shëndetshme, që është njëkohësisht edhe simboli i bollëkut dhe i jetëgjatësisë. Arra, me emrin e saj Juglans regia, që e ka marrë këtë emërtim për një fakt shumë të rëndësishëm. Pra, emri Juvis glans është e ngjashme me lajthin ose fruti i Jupiterit, ndërsa regia mbretërore. Pra është një frut që në atë periudhë ajo përdorej më shumë për mbretërit. Lindi në zemrën e maleve të Azisë, aty ku erërat e lashta bartnin farat e saj nga një lugi në tjetrën, dhe kështu pak e nga pak filloi që të përhapej nga Azia edhe në vendet e tjera. Pjesa e frutave ose nga pyjet e Persisë deri në brigjet e Mesdheut, kjo udhëtoi së bashku me karvanet e mbretërve, me tregtarët, duke mbartur në guackën e saj historinë e qytetërimeve të lashta. Arra quhej fruti i Jupiterit, arra mbretërore, por mbi të gjitha mbeti simboli i urtësisë, i bollëkut dhe i jetëgjatësisë. Është bima që ruan në zemrën e saj kujtesën e historisë së brezave. Një bim are mund të jetojë, një pemë are mund të jetojë deri në 500 vjet. Dhe kjo mund të themi është me të vërtet një pemë fisnike, që një nga pemët më fisnike që ka njohur njerëzimi. Pema që përdoret nga njerëzit, që nga sythat, gjethet, lastarët, gjithçka, pra mund të themi që nga sythat, që nga gjethet e saj, lëkura e arrës, druri i saj. Druri i arrës së vjetër është nga më të mirat për përgatitjen e mobiljeve. Kokrat e pjekura të arrës janë një ushqim i shëndetshëm dhe i pazëvendësueshëm për trurin. Gjithçka që nga vathës e ato lulet mashkullore e deri tek lëkura e rënjës dhe tek rënjët e saj. Pra, frut që gjithçka e ka të dobishme për njeriu. Dhe lulesat mashkullore të saj janë ato, si thuash, ndër të parat që na lajmërojnë ardhjen e pranverës.